Territori i Kosovës për datën 10 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare. Rreshjet nuk priten të jenë problematike në pjesën më të madhe të territorit. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe vranësira të lehta lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 12 deri në 28 gradë Celsius; Podujev, 11 deri në 27 gradë Celsius; Skënderaj, 12 deri në 28 gradë Celsius; Pej, 12 deri në 28 gradë Celsius; Prishtinë, 11 deri në 28 gradë Celsius; Gjakov, 13 deri në 29 gradë Celsius; Malishev, 13 deri në 29 gradë Celsius; Gjilan, 12 deri në 26 gradë Celsius; Ferizaj, 12 deri në 28 gradë Celsius; Kaçanik, 11 deri në 27 gradë Celsius; Suharek, 13 deri në 29 gradë Celsius; Prizren, 13 deri në 29 gradë Celsius;